sadakaja, qoftë dhe e vogël, është një begati e madhe dhe e mbyll me Isën a.s. Kur kaloi me i qytet i thanë njerëzit, o i dërguar i Zotit, është një person i cili i vjedh, bon zullume, na ka mërzit pa fund, na ka shqetësu. Tha, çfarë keni? Tham, nuk e du ma, ta marr i madh i Zot, se është zullumqar i madh. Na ka mërzit shumë. Ja ngrejti duart i tha, o Allah i madhnushëm, largoje këtë njeri të keq. Dhe me mendimin që ju pranui, tha njerëzve, rini sepse ky nuk kthehet më ndarkët. Dhe i hiku, doli nga qyteti, subhanallah al-azim, erdhi si kokra e mollës ndarkët u kthy në qytet. Isa ishte aty, profeti i madh i Allahut. Kur e pan njerëzit, sa pan atë pan Isën, i thonë, o i dërguar i Zotit, po ti na dhe që s'vjen më. Tha, pushoni, qetësoni, se profetët i kanë pas kuptu sekretet. Tha, pushoni, qetësoni. Lejeni, tha, të afrohet, edhe u afru. Tha, u filan, ku ke qenë? Tha, në filan vend. Edhe profeti i Zotit e kuptoi. Tha, më thuj, çfarë ka ndodhur? Më trego. Tha, jetë normale, jo më tregon ai specifik në gjë të veçantë. Edhe u menduaj, tha, i gjë e veçantë po më ka ndodhur. Nga ishte afër një mali, tha, dhe zbriti i rob adhurues i Zotit. Kishte kohë që adhuronte Zotin atje. Dhe e pashta që ishte shumë i urit. Kur u afru, unë kisha 3 racione me ushqim. I thash, o rob i Zotit, don ushqim? Tha, i uritur jam. Tha, merret parën. Sa e pa, tha, ju hanta i shumë, sa tha, Zotit fal gjinave ta pastrof shpirtin dhe zemrën. Kështu i kishte